Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Pak Kufi. Programi i përbashkët mbi zhvillimet që te kalojnë kufinë shtetëror. Pak Kufi. Pak Kufi, mirë se vini edhe në një puntat të servise publike, Radio Shkupit, Radio Tiranës, Radio Kosovës dhe Radio Malizi. Sot është shenjtë 21 maj 2026, ora në studio, shënon 16:30 minuta, do të jemi së bashku deri në 17:30. I ftuari në Radio Shkup me mua Medali Sufi sot është profesori Bajram Ramadani, sociolog. Profesor, mirë se erdhe në Pak Kufi. Mirë se gjithë Medali, faleminderit për ftesën. Gjithsesi jemi të privilegjuar që u kemi sërish në Pak Kufi. Do flasim për aktualitetin në 4 vendet tona, sfidat politike, socio-ekonomike, në Radio Tiranë me kolegun tim Jahu Margjeka, i ftuari zoti Çeçis Loloçi, analist. Përshëndetje Jahu, përshëndesim edhe për zotin Loloçi. Bëjmë lidhjen e parë në Tiranë. Përshëndetje me Medali, për ju dhe të ftuarin tuaj, për kolegët në studiot e tjera dhe të ftuarit e tyre, për dëgjuesit që po na ndjekin sot, siç thatë edhe ju. Unë momentalisht jam në studio me Çeçis Loloçin, analist dhe e përkushtuar për emisionin ton, për gjë të cilën e falenderojmë edhe sot. Çeço, mirë se erdhe, faleminderit shumë. Mirë se gjitha. Po, Medali, ja, faleminderit shumë. Faleminderit me zotin Loloçi për kontributin e vazhdueshëm të tij në emisionin Pak Kufi. Bëjmë lidhjen e parë me Radio Kosovën. Atje është kolegu im Ernest Luma. Përshëndetje Ernest, çfarë kemi në Kosovë, Ernest? Përshëndetje me Medali. Përveç temperaturave që janë më të larta dhe ka filluar një stabilizim i motit, kështu një qëndrueshmëri me diell, është edhe një nxehtësi tjetër ajo politike. Kosova është në zgjedhjet e 7 qershorit drejtyre në fakt dhe sigurisht edhe temperaturat këtu kanë filluar të ngrihen edhe në aspektin politik ndërmjet subjekteve politike garuse. Nuk e vëm dyshim atë, ka filluar edhe diaspora të votojë këtë ditë. Do të përpiqem që t'ju sjell sa më shumë dhe sa më thukt nga gjithë ajo që po ndodh pra në vendin ton këto ditë, pra në kuadër të zhvillimeve aktuale. Faleminderit. Do dëgjohemi Ernest pak më vonë. Faleminderit shumë. Në radionin e Malit të Zi, në Pak Kufi për sot do të jetë Bekim Çoba, sekretari i klubit të deputetëve në Forumin Shqiptar, gazetare Albana Kurti Zeqević, kronikën të cilën ata e kanë përgatitur dikund si zakonisht nga mesi i emisionit Pak Kufi, do ta ndiqni atëherë pa mos humbur kohë. Vazhdojmë këtu diskursin në Radio Shkup. Zote Bajram, është interesante, mbas si thuash, pluralizmi 30 e sa vite, shqiptarët në vend të ballafaqohen me probleme ekonomike, sfida shumë prehta sociale. Juve u shohim përveç se jeni profesor, ju shohim edhe si një aktivist i palodhur në punën tuaj që bëni të përditshme, ndihmoni shumë familje shqiptare, keni hyrë si thuash në çdo familje nga ana që vini nga Kumanova, në çdo familje shqiptare keni hyrë edhe keni si thuash atë debatin e vazhdueshëm. Si është gjendjen aktuale në gjithë Maqedoninë, gjithë spektrin, pa mos u futur aq shumë në politikën ditore, megjithatë protestat e studentëve na zgjuan dhe për një moment i harruam gjithë ato telashe që i kishim në sferat të tjera. U bë si thua më impresërisht gjua shqipe. Gjua shqipe ka qenë edhe në fillim të viteve 90 dhe tash shtrohet më sa vite studentët e shtrojnë shumë prehtë, si thua, shumë fuqishëm, me një zë që nuk është dëgjuar, neve nuk i kemi parë kaq fuqishëm të protestojnë. Si është gjendja në shqiptarëve në atë dioptrinë shumë dimensionale në aspekti politik, socio-ekonomik, si na gjen sot? Në dialektikën zhvillimore të një shoqërie apo një shteti, gjërat ose veprimet ndërlidhen njëra me tjetrën ose kushtëzohen shkak pasojë. Dhe mos menaxhimi i mirë, i duhur, adekuat i këtyre shkaqeve ose pasojave mund të sjellin, siç po sjellin pasoja
jo të kënaqur ose jo të duhura, jo të mira për shoqërinë tonë. Ndaj dhe shoqëria jonë, sidomos shqiptare në Maqedoni dhe në mënyrë sekondare, po them, po edhe në nivel shtetëror, si shtet I Maqedonisë, nuk është në situatën aq shumë të lakmuar sa I përket disponimit shoqëror ose popullor në Maqedoni, shkaku I mungesës ose shkaku I ngjecjes së të menduarit rreth mirëqenies ose rreth këtij sektori ose këtij drejtimi që është shumë I rëndësishëm ose I bazë në një shoqëri sidomos moderne që është ekonomia dhe shkaku I një ekonomie jo të mirëfillshme, domethënë në shoqëri, atëherë lindin situata që I përkasin pasaj aspekteve tjera, siç mund të jenë politike, ndëretnike, duke përfshi retorikën, diskurin e përgjithshëm, qoftë në rrafshin politik, qoftë në rrafshin social, e që pastaj mund të ngrisin pakënaqësi, tensione, e pse jo, ndoshta edhe konflikte mes grupeve të ndryshme, e sidomos në këtë rast mes grupeve etnike. Këtu në Maqedoninë e Veriut mendoj se ka një dikotomi politike në nivel të shtetit, duke aluduar në atë se ekzistojnë dy politika në Maqedoni, dy rrugë politike, që janë politika maqedonase dhe politika shqiptare, e që janë do të thoja që janë diametralisht jo të ndërlidhura në asnjë mënyrë me njëra tjetrën dhe që gjithmonë kanë në mes atë ose do të thoja sikurse janë dy pjesa magnetike që e shtyjnë njëra tjetrën dhe asesi të ofron ose të marrveshën etj, sikurse më ngjason sikurse politikanët aktual, qofshin ato të palës maqedonase, qofshin palës shqiptare, sikurse kanë të I kaluar ose e kanë anashkaluar mesazhin e politikës aristoteliane që nga dhe buron politika, po edhe demokracia, edhe ushtrojnë ose zhvillojnë një politikë jo demokratike. Prandaj dhe nga kjo politikë jo demokratike që I zhvillohet në vazhdimsi në anën tjetër në një shtet ku thirret si shtet demokratik, ndodhin këso gjëra që I përkasin shekullit kaluar, do të thoja, siç janë për shembull pranimi ose respektimi I gjuhëve të njëri tjetrit, e sidomos në këtë rast të gjuhës shqipe nga qarqe të ndryshme ose institucione të shtetërore që janë, e që sepse në fakt do të ndaloj pak se këtu fryhet edhe ekstremi tjetër. Ka intelektual shqiptar që thonë le të mos ta mësojmë edhe në gjuhën maqedonase. Nuk ka as pak të keqe të mësohet gjuha maqedonase. Unë për shembull mendoj se di të flas maqedonisht dhe kuptoj maqedonisht, di të shkruaj, meqenëse edhe në shkollët mesme kemi pas mësuar shumë në gjuhën maqedonase, kemi shkruar, por nuk do thotë që të mohohet gjuha e një populli që është me një përqindje jashtëzakonisht të lartë të një shteti të vogël, siç është Maqedonia, dhe kjo është nonsens të vihet edhe në diskutim në diskurin politik të mbretshëm shtetëror. Kjo është ajo fatkeqësia politike që po them, sikurse politikanët tanë, qofshin maqedonas, qofshin shqiptar, e sidomos ato maqedonas, sikurse kanë tradhtuar politikën demokratike. Demokracia është diçka tjetër në krahasim me atë që shohim ne
dhe përcjellim çdo ditë në vendet tona, po sidomos po flas në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo nuk na çon në një drejtim të duhur, por përkundrazi na çon në një drejtim që asnjërs apo asnjëtër palë nuk do t'i konvenonte. Apo jo, sepse mohimi i një drejte që është primare, elementare, që është gjuha, që ne edhe në për librat shkollor, me qenë se vi nga fusha e arsimit dhe rastësisht domethënë ligjeroj edhe lëndën që ka të bëjë me edukimin qytetar. Dhe aty shumë bukur ne çdo ditë i ligjerojmë nxënësve, po besoj se edhe kolegët maqedonas në shkolla i ligjerojnë nxënësve maqedonas, sepse gjuha është e drejta elementare të folurit, e shprehjes së lirë, mendimit etj. Në shtetin demokratik, në të cilin ne jetojmë, dhe jetojnë ata fëmijë. Në anën tjetër, shtresa politike, klasa politike, veprimet e saj, diskurin e saj politik e ka ul në një shkallë, në një nivel që edhe shpeshherë edhe fëmijët e marrin me habi, thotë ç'është kjo që po na ligjeron i nderuar profesor. Në anën tjetër ne ç'po dëgjojmë dhe ç'po shikojmë në për emisione, në për ngjarje të ndryshme, në për kronika, lajme etj. Nuk po përputhet as pak me atë që po mësojmë në shkollë. Domethënë kjo krijon një lloj hutie, një lloj kaosi mental tek fëmijët, tek gjeneratat, dhe pastaj vjen ose sjell një situatë të dyshimeve ose dilemave të mëdha të rinjve, duke ushqyer humbjen e shpresave ose ambiceve ose humbjen e motivit për të vazhduar jetën në një situatë, në një gjendje shumë normale, natyrshme në vendin e tyre ose në vendinjën e tyre. Gjë që është aktuale, ky fakt që po them që të rinjt posa të mbarojnë shkollat fillore edhe të mesme, megjithëse janë obligative, ata mendimin e parë që ju vjen në kokë është largimi nga vendi i tyre, nga shteti. Dhe për ilustrim, meqense tash jemi në muajin në fund të muajit maj dhe është periudha e regjistrimit të fëmijëve me medali, të nxënësve në shkollarëve, domethënë në klasë të parë, në fshatin nga vi unë, në fshatin Slupçan, të regjistruar në moshën që duhet të fillojnë klasën e parë tani, domethënë si vjet, janë 80 fëmijë, kurse janë regjistruar 27 fëmijë. Domethënë nga 80 fëmijë të mundshëm që do të ishin prezent për të regjistruar në klasë parë në shkollë fillore, tani janë regjistruar, domethënë që janë në vend për momentin, janë vetëm 27, që do thotë pjesa shumicë janë jashtë vendit. Që nuk kupton se prindrit e tyre, familjet e tyre, nënat e tyre, vëllezërit e tyre më të mëdhenj etj. Domethënë janë jashtë vendit. Dhe kjo vetëm pak nëse i thrasim arsyes ose logjikës së shëndosh, nën kupton se ku shkon kjo domethënë. Domethënë është kjo lloj negativiteti demografik është në rënje aq shpejt për njerëzit rezident që janë në shtet, saqë shpesh herë më krijohet përshtypja se për pak vite sikurse po them kështu në thojza dhash Zoti që mos ndodh që sikurse për pak vite shteti do të zbrazet apo jo. Po. Sepse ashtu shkon, ashtu është domethënë duke shkuar sensi i zhvillimit, tendencë kur i mohohet një tendenca është e tillë. Po. Dhe kjo ndodh shkaku i politikave të gabuara të politikanëve, sepse tash po ndalem pak në bllokun shqiptar të politikës. Unë zakonisht jam për nga natyra jam opozitar, jo opozitar politik, po opozitar i
I fenomeneve në përgjithësi. I fenomeneve në përgjithësi dhe pëlqen kritika, unë jam kriticist, shkaku që gjithmonë edhe nëse shoh ose nëse dëgjoj diçka të mirë, dua që të jetë edhe më mirë, apo jo. Dhe habitem me politikat shqiptare në Maqedoni, përfshi këtu partitë politike që nuk janë pak, nuk janë të shtrira në një aspekt horizontal të politikë bërjes, por në aspekt vertikal brenda llojit ose brenda etnikumit shqiptar në Maqedoni, që kjo është shumë e dëmshme për domethënë e kam fjalën për ta sqaruar më mirë, nuk ka thuajse fare bashkëpunim politik ndërmjet partive politike, nuk ka komunikim politik, strategjik të interesit kombëtar ose shoqëror në bllokun politik shqiptar, por përkundrazi ka rivalitet të skajshëm ekstrem të mes partive politike dhe ka një kur të mërshëm kundërshtues ose kundërthënës ose çak edhe urrëtës ndërmjet partive politike dhe kjo natyrshëm reflekton edhe tek elektorati i këtyre partive, derisa vjen puna për shembull në grupet vogla shoqërore siç janë familjet, rrethet të ndryshme. Nëse ka nga një familje një pjesë e familjes janë në një të orientuar në një krah politik ose partijak, tjetra në një krahun tjetër, atëherë do të ketë reflektohet edhe në kundërshti ose në kundërthënie edhe mes familjarëve shkaku i partive politike. Unë mendoj se pa marrë parasysh orientimeve politike, dëshirave politike, ambiceve politike, që është normalisht e natyrshme që partitë politike dëshirojnë, synojnë, tentojnë marrjen e pushtetit, s'ka asgjë të keqe këtu, por që mendoj se politik nuk do thot kundërthënie, po do thot marrëveshje, do thot komunikim, arritje, zhvillim, shkëmbim mendime, shkëmbim idesh. Kjo është koncepti i politikës, sidomos politikës në shtetet ose në vendet demokratike. Ne, si shqiptar, ideologjikisht, me qenë se kemi vojtur shumë në të kaluar, ne politikën ose demokracinë e kemi përqafuar me një shpejtësi marramense, domethënë, në krahasim me shumë popull tjerë ndoshta, por që shqiptarëve nuk po i kthehet mbrapsht, nuk ka feedback nga politikanët, e që nuk kupton se lirisht mund të them këtu pas një lloj hezitimi që nuk kemi politikan të duhur ashtu siç i duhen popullit ose shoqërisë. Mehmet Ali. Kjo Fatkeqësisht. mbarojmë profesor. Faleminderit profesor, shkojmë në Radio Tiranë. Jaho, mund të vazhdoni diskursin nëse si shihni ju zhvillimet e fundit gjithandej në trojët shqiptare. Po, faleminderit, ne në fakt do të fokusohemi tek protestat e studentëve në Shkup, pasi ka qenë një, si të thuash, një lajm mbarkombëtar këto ditë. Çeçiz Loloçi e ka ndjekur këtë zhvillim dhe së pari do ta pyes zotin Loloçi se si i ka përcjell Tirana zyrtare këto protestat të studentëve shqiptar në Shkup për gjuhën shqipe. Fillimisht do të them që protestat e studentëve për gjuhën shqipe ka marrë një vëmendje jashtëzakonisht të madhe edhe në të gjitha vizet shqiptare, jo vetëm në Tiranë zyrtare, sepse gjithmonë protestat i bëjnë mirë çdo shoqërie, po kështu edhe Maqedonisë së Veriut,
por sidomos protestat që bëhen nga studentët, që janë pjesa më elitare e çdo kombi, e çdo shteti, marrin një vëmendje të veçantë. Unë do të përmend po jo vetëm në vizë shqiptare, po unë do përmend për shembull kam ripublikuar 3 opinione të 3 njerëzve që unë i vlerësoj jashtëzakonisht, ish drejtori i zërit të Amerikës. Në portalin tuaj. Në portalin tim, po, Art Spirit, po që editoj, Frank Shkreli, një opinion interesant ishte i Emina Zemit, po, edhe që vjen nga Maqedonia e Veriut, edhe një opinion tjetër shumë pozitiv, shumë i mirë, domethënë shumë konstruktiv ishte edhe i Mehmet Prishtinës. Por jo vetëm kjo, jo vetëm kaq. Ka pas një vëmendje të madhe prapë nga gjitha hapësira shqiptare, që pse ndodh kjo gjë? Pse ndodhi tani që në kohë moderne, në një kohë që edhe Maqedonia ka hedhur hapa të rëndësishëm për të pranuar me familjen evropiane, kalon në një nonsens, domethënë që e përjashton gjuhën shqipe. Edhe sigurisht kjo është gjë jashtëzakonisht e rëndë, dhe e mendoj që përpara se të fajsojmë të tjerët, duhet të fajsojmë vetveten, sepse nuk më ka pëlqyer qëndrimi i pjesës politike që është në pushtet. Domethënë ti gjithmonë ka një gjë që gjërat e mira që i bën një forcë politike që është pjesë e pushtetit, sepse duam ne Maqedonia do ketë faktorin shqiptar, do ta ketë në qeveri. Dhe disa gjërat e mira që i bën një klasë tjetër politike para kësaj, këto të shkojnë më tej, po jo të kthehen mbrapsh. Jo të idhen poshtë, jo të apostrofohen. Për shembull, më tushme është që o dikur edhe në regjimin komunist jugosllav, Maqedonës, ti kishe që të lejohej gjuha shqipe, pavarësisht se ishin raportet politike të klasës politike, se sigurisht edhe atje ishin shumë të kufizuara. Edhe s'duhet marrë ndonjëherë edhe si pikë referimi, por që të shkoj sot tani në qeverinë e sotme, në një vend që aspiron të bëhet pjesë e familjes evropiane, është dhe antar i NATO-s, dhe të shikoj të gogorin të gjuha shqipe, sigurisht është një çmenduri e madhe, edhe ku ka bazën, ku mendoni se ka bazën ky nonsens? Nonsensi unë mendoj që këtu shikoj një ndikim, mendimi personal është që është një domethënë qeverisja e re që ka ardhur në Maqedoninë e Veriut, ka që në thelb ka një mlef anti-shqiptar. Dhe godet pikat që ne jemi shumë të ndjeshëm, sepse nuk i bën dëm gjuha shqipe, kupton? Sigurisht nuk i bën dëm dhe bashkëpjesëmarrja e klasës politike në qeverisi, por se ndonjëherë unë kam një antipati të madhe për për formacionet që janë thellësisë nacionaliste, se duken si çmimtarë të mëdhenj, po janë klasat politike më negative për kombin e tyre, për shtetin e tyre. Dhe kjo ka ndodhur me Maqedoninë e Veriut. Sigurisht nuk përjashton dhe ndikimi serb. Domthonë ndikimi i Beogradit këtu është jashtëzakonisht i madh, mendoj unë. Po, drejta e gjuhës shqipe është me paktën me kushtetut, me marrëveshjen e Orit, sikur mori udhë kjo gjë, domethënë ky kthimi mbrapa, çfarë ku kërkon të dalë dikush, domethënë që i bën studentët të dalin në shesh, të dalin në protest. Kur është paktën formalisht është e garantuar. Po, kjo është e vërtetë. Nga ato çfarë ka ndodhur deri tani, domethënë. Mbetet vetëm për të zbatuar, jo për të shpikur diçka e re, për të shkuar në Komisionin e Venecias apo për të futur në margjina të politikës dhe për të bërë tërkuz. Të shkallët gjyqësore, po. Të shkallët ndoshta gjyqësorit. Sigurisht them kjo është një hap shumë negative që i bën dëm në radh parë i bën Maqedonisë së Veriut, me thënë drejtën. Sigurisht u bën dëm dhe shqiptarëve atje, kupton? Por situata s'duhet të arritur këtu, sepse unë mendoj përgjegjësinë që kanë pjesa shqiptare, klasa politike që është bashkë qeverisje. E kupton se kjo sigurisht duhet të ndodhte. Ai ishte një hap i mirë, por ndërkohë nuk ishte hapi i plot. Dhe ai, sepse në momentin që ti e bën, domthonë gjuha shqipe është detyrim kushtetues, Ministri i Drejtësisë që drejtuar dhe nga shqiptarët do të shkonin më tej në kuptimin që ajo të saksionojë më mirë, sepse kur gjen gjithmonë shtigje për ta njëre vë, njëre heq, sigurisht është negative. Dhe unë këtë shikoj domethënë që
pavarësisht që klasa politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, pas viteve 90, ka luajtur një rol pozitiv, sidomos për afrimin e Maqedonisë së Veriut në bllokun euroatlantik, sërish ka pas probleme tek mënyra që nuk ka çuar gjërat deri në fund. Dhe problemi më të madh nuk shoh tani pse ata janë të ndarë, e kupton? Se sigurisht njëri ka një drejtim tjetër, njëri ka drejtim tjetër, njëri ka objektiva të tjera, tjetri ka të tjera, por këtu problemi që shoh unë, që këtu kap edhe Tirana zyrtare, po edhe Prishtinë zyrtare, sepse domethënë kur ti jep për kraje një qeverie që është me tendenta nacionaliste, sigurisht këtu këtë problem nuk na i kanë Maqedonësit, ose serbët, ose të tjerë, kupton, po këtë problem e kemi brenda vetes, që një unifikim më i mirë ndër shqiptar, domethënë Tirana zyrtare, po edhe i Shkupit zyrtar, po edhe i Prishtinës zyrtare, e kupton, mund t'i eliminonte këto gjëra, sepse unë nuk kam parë në një reagim, domethënë kam parë një reagim të ambasadorit të në Maqedoni, që thonë jo e hoqën, jo e vunë, jo, po nuk ka rëndësi ajo, por nuk kam parë një qëndrim unik që disa gjëra, domethënë ajo thash unë në fillim i bën dëm vetë Maqedonisë së Veriut, nuk sa u bën dëm shqiptarëve. Dakor, pra faktori shqiptar nuk është unik në gjëra që janë shumë të rëndësishme. Në mbështetjen e kauzës studentëve të Shkupit. Po, se të thuash tani që gjua është, por rrezikon Maqedoninë e Veriut është një çmenduri, e kupton? Edhe të mos ketë reagim të fortë, them unë. Jo, por të ketë, domethënë që ne jemi me këta që vinë në pushtet, e kupton? Sigurisht është pra ndasit politike bëjnë edhe krijojnë këto probleme. Por politika në Shkup është Partitë Shqiptare në pushtet, pretendojnë se do të garantohet së shpejti e drejta e mbajtjes së provimeve edhe në gjuhën shqipe. Kur duhet të ishte kjo drejt? Po pse lejuan këtë gjë? Kjo është shumë e rëndë, sepse nuk më duhet tani që do ta zgjidhin, po pse lejuat këtë gjë? Sigurisht ata janë përgjegjës. Nuk është përgjegjës tani as Tirana as Prishtina këtu në këtë rast. Përgjegjës janë pjesa politike që është në qeverisjen e kryeministit të radhës. Përgjegjësit kryesor natyrisht janë ata që krijojnë problemin, por edhe indiferenca ose oportunizmi i politikës, qoftë në Shkup, qoftë edhe rrotull, ndikon negativisht. Mirë që faleminderit shumë që të aktivizohet edhe kolegët në studiot e tjera, sepse ka kaluar, po vjen gati gjysma e emisionit. Faleminderit që vazhdojmë pjesën e dytë pastaj kur do vi. Në qoftë se Ernesti është dakord të shkojmë me kronikën e Malit të Zi, më pas shkojmë me Kosovën dhe këtu kemi diçka për të shtuar. Kronika e Malit të Zi, në fakt kolegët në Podgoricë janë përqendruar në aspektin ekonomik të zhvillimeve, jo në enkas në këto realitetet që po i diskutojmë ne tani. Megjithatë, si doni, kronikën e kemi gati. Me që janë 2 minuta, po mundet Ernest. Do doja të them që këtu nga Prishtina nuk ka pas realisht një reagim për gjithë ato që kanë ndodhur, një reagim të dur për gjithë ato që kanë ndodhur në Maqedoninë e Veriut, pra në Shkup konkretisht me protestat e shqiptarëve atje, e studentëve shqiptar. Mirë po. Duhet thënë jaho, mirë e elaboroi edhe zoti Loloqi, edhe zoti Ramadani në studion e Radio Shkupit, por çështja e përdorimit të gjuhës shqipe dhe e simboleve kombëtare nuk është dhënë, nuk ja ka fal askush, nuk ja ka fal shqiptarëve atje. E kanë fituar në vitin 2001 pas konfliktit, pas luftës së atjeshme. Ka qenë mirë e garantuar në marrëveshjen e Orit dhe konsideroj që në këto suaza duhet të përpiqemi pra të luftohet në të gjitha format që të mbrohet, pra implementimi i plotë i saj dhe respektimi i gjuhës shqipe, i përdorimit të gjuhës shqipe atje dhe simboleve kombëtare. Në anën tjetër është edhe diçka që Maqedonia është një shtet i brisht dhe pa stabilitet të qëndrueshëm dhe çdo ngacmim apo shkelje të drejtave të popullit shqiptar që përbën shumicën e dytë atje nacionale, sigurisht që do ta thellonte edhe më shumë destabilitetin në Maqedoni dhe kjo përrjedhoi, konsideroj do të reflektonte apo do të shtrihej si e tillë me pa qëndrueshmërinë atjeshme edhe në Kosovë dhe sigurisht do të implikoheshin edhe Shqipëria e kështu me radhë. Pra
Pra, është diçka që është e garantuar me një marrëveshje e cila ka dalë pas një lufte të zhvilluar atje. Dhe jo lehtë mund të anulohet apo të shkilet ose të mos respektohet një gjë e tillë. Prishtina, mendoj edhe Tirana duhet të ishin më azhur edhe më të shpejta apo më aktive me reagimet e tyre, gjë që nuk ka ndodhur. Në Prishtinë kuptoj janë të preokupuar të gjitha palët këtu edhe shumica, pra majoranca edhe opozita me zgjedhjes së 7 qershorit, mirë po kjo nuk është justifikim as për Prishtinën dhe as për Tiranën që preokupimet aktuale që kanë të mos i lejojnë apo të mos pamundsojnë reagimin e duhur dhe në shkollën e duhur për atë që po ndodh në Shkup. Për pjesën tjetër, për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe zgjedhjes së 7 qershorit kisha fol pas kronikës radios së Malit. Po. Atëherë me Medali të shkojmë me kronikën mund shkojmë me kronikën ka që më pas përgatitur me Albana pjesën e dytë. E ka përgatitur Albana Kurti Zečević, ka të ftuar Bekim Çoba, sekretari i klubit deputetëve të Forumit Shqiptar. Ta ndjekim. Ndëgjues të nderuar, mirë dita dhe mirë se takohemi në emisionin Pa Kufi. Kolegë të dashur, përshëndetje. Si zakonisht edhe ne i bashkangjitemi temës për të cilën jeni duke diskutuar edhe ju në Radio Kosova, Tirana dhe Shkupi. Situata aktuale në vendet tona, me fokus të veçantë në situatën ekonomike në Mal të Zi. Në studion e radios së Malit të Zi, kemi sekretarin e deputetëve të Forumit Shqiptar, Bekim Çobi, përndryshe gazetar dhe analist. Përshëndetje Bekim. Si qëndron situata ekonomike në vendet tona, duke pasur parasysh që ka pasur trazira të vazhdueshme? Sa i përket ekonomisë në vendet e Ballkanit, në këto 35 vitet e fundit, mendoj se ajo mund të dahet në dy pjesë tashmë, periudha e tranzicionit postkomuniste edhe periudha të cilën po e kalojmë edhe tani, periudha post-pandemike. Fatkeqësisht, vendet e Ballkanit të gjitha, përveç Slovenisë dhe Kroacisë, nuk arritën që të kalojnë të periudhë në mënyrë të suksesshme. Sidomos sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore, të cilat jo vetëm në Maltezi, por edhe në vendet e tjera u kryen në mënyrë katastrofale, që pastaj solli edhe një problem social dhe ekonomik për të gjitha këto vende. Për të mos ndalur në këtë periudhë, periudha post-pandemike, normalisht që edhe këto vende u ndikua nga situata jo e mirë ekonomike si pasojë e tranzicionit, por problemet me të cilën ndeshemi tani në këtë periudhë janë rezultat i masave që u ndërmorën në kohën e pandemisë, që bankat qendrore ndërmorën në atë kohë, për të kaluar atë periudhë dhe ndihma që ato dhanë për ekonominë, çka ndikoi pastaj edhe të shfaqja një inflacioni global, pasojat e të cilit ne jemi duke i vuajtur edhe sot e kësaj dite. Të ndalemi tek Mali i Zi në veçanti, në çka duhet të fokusohemi? Një nga aspektet në të cilën duhet të fokusohemi sidomos ne në Mal të Zi është se duke qenë një ekonomi e cila është orientuar pothuajse komplet të drejt shërbimit, ne nuk kemi mekanizma të cilat mund t'i përdorim për të ndaluar inflacionin. Kjo sidomos është edhe më vështirë kur nuk ke valutën e vet si vend, sepse Mali i Zi e ka inkorporuar euron që për i fillimit dhe nuk ka mundësi që të ndikoj përmes devalvimit të valutës për të kufizuar rritjen e çmimeve. Prandaj edhe inflacioni në vendet si Mali i Zi është pak edhe më problematik se sa në vendet e tjera që kanë valutat e tyre. A është treguar Mali i Zi kujdesshëm në menaxhimin e periudhës së pandemisë? Mali i Zi është që prej fillimit të pandemisë i ka marrë disa masa
për të tejkaluar situatën, pastaj edhe për ta kufizuar inflacionin. Kjo kryesisht ka shkuar përmes rritjes së pagave, si në sektorin shtetëror, po ashtu edhe në atë privat, rritjes së pensioneve, por që normalisht efekti është i kufizuar, sepse rritja atyre, duke pasur parasysh edhe rritjen e çmimeve, nuk ka sjellur ato benefite që njerëzit mund të pritshin. Normalisht, më mirë kanë kaluar ato që i kanë pasur pagat ose pensionet më të ulët, pasi kanë përfituar një rritje më të madhe, kurse ato që kanë pasur të ardhra më të mëdhaja, rroga më të mëdhaja, kanë pasur një rritje më të ulët. Sidoqoftë, ajo që bjen në sy për momentin dhe që është rëndësishme për ekonominë malazeze, është se borxhi i jashtëm nuk është në atë zonë në problematike, që mund të ishte për një vend si Malizi, mbi 80 ose mbi 90% të prodhimit të përgjithshëm bruto, dhe kjo jep shpresë se të paktën për periudhën e ardhshme, kur Malizi pritet që të hyjë edhe në Bashkimin Evropian, situata dhe stabiliteti financiar dhe ekonomik është diçka që e karakterizon tashmë këtë ekonomi, edhe nëse nuk ndodh ndonjë trazir e re në skenën globale që mund të sjellë rritje të çmimeve, atëherë mendoj se ekonomitë e Ballkanit janë duke shkuar drejt një stabiliteti, por që kjo normalisht do të varet pastaj edhe tek secili vend në mënyrë individuale. Malizi ka një përparësi pasi ndodhet shumë afër Bashkimit Evropian, antarësimit, dhe kjo mund të ndikojë që vendi ynë të jetë edhe më atraktiv për investitorët të huaj, të cilët do të vendosin të investojnë jo vetëm në sferën e shërbimeve, por edhe në prodhimtari. Për çka Malizi ka mjaft nevojë, pasi përballet me një deficit të madh në tregtime jashtë, dhe nëse rriten investimet në prodhim, atëherë dhe ky deficit mund të ulet. Çka do të ishte diçka që ekonomisë malazeze do të sillte një përfitim jashtëzakonisht të madh. Të falenderoj Bekim për këtë përshkrim dhe për kohën tënde në emisionin Pa Kufi. Ishte kënaqësi që edhe këtë javë të jemi në transmetim së bashku kolegë të nderuar. Ju dëshiroj punë të suksesshme. Kurse juve, dëgjues, ju falenderoj për përkrahjen e vazhdueshme dhe që na qëndroni besnik. Nga Radio Amali të Zi, Albana Kurti Zerçević. Po, ishe kjo kronika e pregaditur nga kolegët tanë të Malit të Zi, gazetare Albana Kurti Zerçević, kishte të ftuar Bekim Çoba, sekretari i klubit të deputetëve të Forumit Shqiptar. Ato u fokusuan kryesisht në ekonominë, edhe pse tema e kësaj jave është aktualitetet, domethënë gjitha fushave çfarë kemi aktuale në vendet tona. Radio Tirana u përkushtua në atë protestat që kanë qenë në Shkup. Ne vërtet bëm një retrospektiv sepse gjatë gjithë këtyre viteve ne, si thuash, ky aspekti etnik nuk i futën, si thuash, në atë sekondare, terciale, problemet që duhet jenë në radh parë për qytetarët, siç është aspekti sociopolitik ekonomik në vendin tonë. Ernesti kishte një mendim për protestat, por tani do doja ta inkuadroj me vlerësimin se si o situata politike para zgjedhjeve dhe gjithashtu do doja ta evidentoj si fenomen. Sa i kushton kjo Kosovës që njësoj si në Maqedoni nuk mund të kuptohen klasa politike të pakta për ato sende që janë në të mirën e përgjithshme të kombit, shtetit. Edhe këtu në Maqedoni kemi problemin, si thuash, një ndarje e klasës politike, një polarizim jashtëzakonshëm që
shkohet në vend domethënë janë krijuar edhe armiqësi, vend që të jenë vetëm kundërshtar politik që kombi të ecë përpara dhe shtetet tona të jenë sa më afër vlerave të Bashkimit Evropian. Ernest? Po me medali. Për të rilidhur edhe një herë me atë që nisan paraprakisht më herët, pra, dua të them që ekziston një frym fatkeqësisht e krijuar artificialisht, kryesisht fillimisht në Kosovë dhe pastaj është shpërndar më shumë në Maqedoni, që duhet të ribërë gjithçka nga fillimi. Duhet të riluftojmë sërish për të fituar të drejtat që veç i kishim fituar, apo gjërat që janë ndërtuar, janë bërë apo janë arritur me një sakrificë. 26 vjet më herët, 25 vjet më herët në Maqedoni konkretisht, e pak më herët në Kosovë. Pra, është bërë një shtet, Kosova është bërë shtet ka institucione, këtë çka do duhej bërë nga udhëheqësit e tanishëm, nga qeveritë e tanishme, do të ishte të qohet përpara më tutje pra me ndërtimin e kapaciteteve të reja. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për shqiptarët atje, kanë qenë disa të arritura, për mendimin tim, historike dhe për herë të parë në 100 vjetët të fundit, pra. Ato që janë përmbyllur në atë që ka qenë marrëveshja e Ohrit dhe gjithçka që ishte arritur pas zhvillimeve të vitit 2000. Nuk ka nevojë të ribëhet diçka. Për atë, pra, të gjithë shqiptarët do duhet të ishin në një front të përbashkët, të gjitha taborët politike, për të mbrojt atë që ekziston, pra. Gjuha e garantuar, përdorimi i simboleve e kështu me radhë, dhe për të qenë përpara, pra, me përpjekje dhe projekte të tjera të përbashkëta politike, të drejtat apo statusin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Dhe fatkeqësisht kjo nuk po ndodh. Pra, po ndodhin përpjekje për të bërë diçka të re nga fillimi që neve do të na kthej prapa. Mendoj që deri atëherë shqiptarët do duhet mbledhin mend dhe në këto momente të rëndësishme historike të gjithë, pra, të godasin në një pikë të përbashkët. Fatkeqësisht kjo thash nuk po ndodh. Kur jemi në Kosovë, zgjedhjet e 7 qershorit janë të tretat për zgjedhje nacionale brenda 16 muajsh, dhe edhe këtu pikërisht për arsyen se nuk kishte një konsensus për zgjedhjen e presidentit të vendit nga zgjedhjet e fundit të 28 dhjetorit. Kosova po kalon një periudhë të paqëndrueshmërisë politike, pra pas mosgjedhjes së presidentit të ri brenda afateve kushtetuese dhe Kovendi ishte shpërndar, vendi shkoi drejt zgjedhjeve të parakohshme për herën e tretë. Dhe kjo përbën aktualisht pra njërin prej temave kryesore politike aktuale këtu. Këto zgjedhje po komentohen si një moment vendimtar për stabilitetin politik të vendit, por edhe si treguesi i lodhjes së qytetarëve nga krizat e vazhdueshme institucionale këtu. Ka disa elemente kryesore me medali që karakterizojnë këtë situatë. Vendi po shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme për herë të tretë, thash, pra, brenda pak më shumë se një viti, me dështimet që i përmenda më sipër dhe bllokadat e vazhdueshme parlamentare. Në të njëjtën kohë, kjo ka krijuar përshtypjen se sistemi politik këtu është futur në një cikël polarizimi ku partitë kanë vështirësi të krijojnë konsensus institucional edhe për çështje themelore. Ndërkaq në aspektin politik këto zgjedhje mund të komentohen apo komentohen në disa drejtime. Për shembull, lëvizjeve të vendosjes dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti vazhdojnë të mbeten forca më e madhe politike, sidomos për shkak të mbështetjes së diasporës dhe perceptimit se përfaqësojnë të ashtu quajturin ndryshim dhe sovranitetin shtetëror. Megjithatë, analistat e kanë vlerësuar se vetëvendosja mund të ketë rënje krahasuar me zgjedhjet e kaluara, sepse sipas tyre zgjedhjet nuk mbahen gjatë sezonit kur diaspora vjen masivisht në Kosovë, pastaj ekziston një lodhje nga krizat e vazhdueshme dhe se një pjesë e elektoratit mund të kalojë në subjekte të tjera politike. Në këtë rast përmendet më shumë apo aludohet më shumë te Lidhja Demokratike e Kosovës me zhvendosjen e ish-presidentes Vjosa Osmani në këtë tabor politik, pra me rikthimin e saj në krye të LDK-s, dhe ku gjithë kësaj kohe, pra, ky subjekt politik po e vënë pa Zonin Osmani gjithnjë më shumë si kandidate, pra, për presidente të vendit, nëse ky subjekt arrin ta marrë shumicën në zgjedhjet e fundit. Në zgjedhjet e ardhshme, po mendoj.
Pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës po shitet edhe si parti që mund të përfitojë më shumë të vota nga lodhja një pjesë të elektoratit me konfliktet e vazhdueshme politike. Përfshirja dhe afërsia politike me Vjosa Osmanin po konsiderohet si avantazh potencial dhe shumë i rëndësishëm apo qendror për këtë subjekt politik. Te Partia Demokratike e Kosovës aludohet që është vazhdon të konsiderohet si opozita tradicionale, pra ky është subjekti më i madh politik opozitor në vend tash e sa vite dhe synon të paraqitet si alternativë më pragmatike dhe më e gatshme për kompromis institucional. Megjithatë, sfida për opozitën mbetet mungesa një fronti unik apo të përbashkët, pastaj vështirësitë për të mobilizuar votuesit në nivelin që vazhdon të mobilizojë lëvizja vetëvendosje. Kurse diaspora pritet përsëri të ketë ndikim të rëndësishëm, pra thashë edhe më herët dhe ndoshta jo vendimtare si në zgjedhjet e kaluara. Një grup i analistëve theksojnë se në Kosova pra në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve në qershor mund të ketë një ulje të pjesëmarrjes së saj në zgjedhje krahasuar me ato të kaluarat, pra të 28 dhjetorit. Dhe këtë çka pritet pas këtyre janë 3 skenar kryesor. Fitoria relative e vetëvendosjes që është aktualisht në pushtet, por megjithatë prap pa një shumicë mjaftueshme. Një rritje e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe balancim më i madh politik në një periudhë tjetër negociatash të gjata për krijimin pra ka me pas një periudhë tjetër negociatave për krijimin e institucioneve. Shqetësim kryesor është se edhe pas 7 qershorit me medalim mund të vazhdoj fragmentimi politik nëse rezultati del shumë i ngushtë dhe partitë nuk arrin kompromis për koalicionet dhe formimin e institucioneve. Megjithatë konsiderohet se lodhja e vazhdueshme përgjatë këtyre 16 muajve dhe gjitha këto eksperimente që janë bë pas zgjedhjeve të kaluara nacionale do të jap më shumë mend ndoshta secilit prej subjekteve politike që të jenë të lëshojnë më shumë dhe veçanërisht lëvizjes vetëvendosje që pritet të jetë sërish e para në mënyrë që të mos humbin kohë dhe të i formojnë sa më shpejt institucionet e vendit. Një tjetër risi, pra si të Lidhja Demokratike e Kosovës është edhe te Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës që është subjekti i politik i fundit, pra me numrin e votave të fituara në zgjedhjet e fundit. Pra kishte diçka mbi 5%, mirë po kësaj rrove ka ndodhur një gjenerozitet në kuadër të këtij tabori politik dhe kandidati për kryeministër në zgjedhjet e kaluara pra zoti Ramush Haradinaj, ish kryeministri i vendit në 2 mandate, është tërhekur dhe ka lëshuar pra në brenda partisë pas analizave që kanë bërë si subjekt politik, duke vendosur që Ardian Gjini pra të jetë kandidat për kryeministër nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe prisi listës së këtij subjekti në zgjedhjet e ardhshme. Vret një frym, është interesant, pra vren disa lëvizje dhe një frym që një pjesë e elektoratit megjithatë të kthehet, pra e këtyre të pakënaqurve të kthehet nga ky subjekt politik. Pastaj ka pasur edhe zëra nga eksponentë dhe personalitete jo me pak ndikim që kanë qenë edhe pjesë e garave të kaluara zgjedhore, të cilët kanë bërë thirrje të njerëzit që t'i bashkohen, pra kanë bërë thirrje publikisht që t'i bashkohen këtij subjekti politik. Bëhet fjalë pra për disa ish deputet të legjislaturave të kaluara. Megjithatë, duke i pasur gjitha këto, mund të themi që diçka do të ketë risi, mirë po, ndoshta jo edhe ndryshime edhe aq të mëdha në përqindjen midis taborëve politike. Të gjithë presin një rënje të vetëvendosja, por sigurisht numri votave për këtë subjekt politik do të jetë prapë i mjaftueshëm për të qenë i parë dhe dukshëm ndoshta lart më shumë se të tjerat, por jo te pragu që kishte në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Partia Socialdemokrate është një subjekt tjetër politik, pra subjekti ndoshta më simpatik apo më i veçantë këtyre zgjedhjeve, e cila ka kandiduar me 6 në këtë zgjedhje, ka hyrë me 6 kandidat dhe pretendon që të jetë pra sipas tyre subjekt parlamentar, pra
të hyjë në Parlamentin e Kosovës dhe të luajë rolin e vet, siç kanë thënë ata, vazhdimisht. Pra eksperimentet e këtij subjekti politik rol opozitor shumë të rëndësishëm në kuadër të Parlamentit të Kosovës në pas zgjedhjeve të ardhshme. Megjithatë, gjithçka pritet të ndodhë me 7 qershor, asgjë nuk mund të jetë e sigurt, por risit janë, pra janë disa risi. Do të diskutojmë përsëri, besoj Ernest. Po, kërkoj falje nëse u zgjata. Jo, jeni i sakt, po do t'i diskutojmë ndoshta përsëri në një temë të veçantë, realitetet e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. Po, vazhdojmë këtu në Radio Shkup. Kishte diçka të shkruani, profesor? Zotëri Mehmet sot e ke prezantuar një... Do na leni pak kohë edhe ne me Medali. Patjetër, do ta kemi parasysh. Okej, faleminderit. Jo një temë, po shumë tema të cilat dojnë shumë kohë për të shqyrtuar, për të diskutuar, por që neve në gjithë ndaj studiove shqiptare po mundohemi nga pak të ofrojmë tek dëgjuesit. Shiko, po i referohem një thënie të vjetër më që është para fakteve gjunjëzohen edhe perëndit. Kurse fakti më i rëndësishëm në sistemet demokratike janë zgjedhjet, apo jo. Dhe unë habitem me situatat kur humbësit e zgjedhjeve nuk ja zgjasin dorën fituesit, siç është rasti në Kosovë, domethënë zgjedhjet e fundit, e që po vazhdon me rotacion ose me këto cikle zgjedhore brenda një kohe shumë shkurt, që është diçka humbje shumë, edhe humbje kohë, edhe humbje në gjitha aspektet, po edhe humbje e durimit të qytetarëve, duke pasur parasysh që politikanët duhet ta dinë një gjë, të gjithë politikanët, pa marrë parasysh nga vinë dhe ku ushtrojnë politikë, sepse politika është filozofi. Dhe kurse filozofia është qëndron mbi çdo shkencë, apo jo, domethënë filozofia shkon përtej shkencave që bazohen në fakte. Domethënë politika është fakt mbi fakte, apo jo. Dhe fakti më i vlefshëm, ose si vlera më e sublime, më rrënjësore në demokraci janë zgjedhjet. Dhe zgjedhjet janë treguesi për fituesin nga populli ose nga shumica e popullit. Rasti i Kosovës tregoi shumë mirë herën e kaluar se kush është fituesi, por nga politika kryen neqe ose armiqësore ose inaqore e partive tjera në Kosovë, domethënë e pamundsuan ose e penguan arritjen e një marrëveshje ose një zgjedhje të këtë rast të presidentit e qeverisë për të vazhduar proceset në Kosovën, e cila Kosovë shumë vite e vuajtur dhe e pritur nga gjithë populli shqiptar që të bëhet një shtet. Unë personalisht kur shkoj në Kosovë, sepse Kosovën e kam përjetuar edhe para luftës edhe tani pas luftës. Sa herë që shkoj në Kosovë dhe që shkojmë shumë shpesh, unë e përjetoj Kosovën me emocion shumë të thellë dhe shumë të lartë, për faktin kur e shoh Kosovën të lirë, kur e shoh Kosovën të duke lulëzuar, domethënë Kosovën demokratike, po them, apo jo, duke u zhvilluar në gjitha aspektet, krahas gjitha sfidave që i kanë, si në aspektin në raport me ndërkombëtarët, po edhe në aspektin rajonal, në fqinjsinë me problemet me Serbinë e tjerë, por që megjithatë Kosova kjo Kosovë ka që dashur për popullin shqiptar, ka që e dëshiruar që me dekada me radhë e tjerë, dhe të sjellet nga vetë politikanët në këtë gjendje jo shumë të dëshiruar, jo të pëlqyer nga gjithë populli shqiptar, është faj që ngarkohet në mbi supet e politik bërësve. Kurse sa i përket pjesës Shqipërisë, edhe në Shqipëri problemi është që nuk po shohim rotacion politik, krahas një politike shumë armiqësore, që
mes pozitës dhe opozitës, dhe nuk e di ku do ta çon Shqipërinë, domethënë kjo lloj politike duke u shoqëruar non stop me protesta pa ndonjë rezultat të duhur, përderisa protestat e studentëve në Maqedoni që i përjetuam ditë më parë, disi sollën një sensibilizim të mbar kombëtar dhe që shpresoj që të gjithë politikanët në Maqedoni, sidomos duke filluar nga kryeministri e poshtë, domethënë deri tek ministrat adekuat që janë, për shembull ministri i drejtësisë etj. Do të kam një çfarëbindje se do të reflektojnë dhe shpresoj që kërkesa e studentëve shqiptar që është dhënia e provimeve të jurisprudencës profesionale në drejtimet e tyre të bëhet edhe në gjuhën shqipe si e drejtë elementare në demokraci, besoj se do të pranohet dhe do të jepet me domosdoshmëri, domethënë sepse është kushtetuese, është ligjore, është në situata të marrëveshjeve të ndryshme të garantuara edhe ndërkombëtarisht edhe brenda subjekteve politike. Dhe pak a shumë kjo ishte një përshkrim i situatës edhe pse faleminderit sepse jemi minuta e fundit. Po. Faleminderit. Ja ta mbyllim me Çerçis Loloçin këtu në studion e Radio Tiranës. Do ta pyes zotin Loloçi për atë se çfarë do të fokusonte si aktualitete nga Shqipëria. Sigurisht dhe Shqipëria ka problematikat e veta, siç e tha dhe profesori nga Shkupi, pozita dhe opozita janë prapë shumë politizuara. Ka polarizim shumë të madh politikës. Edhe pak kompromis me njëra tjetrës. Ndërkohë kemi kuvendin e Partisë Demokratike që shpresojmë që Partia Demokratike të dalë. Është së afërmi. Po, së afërmi që mund të japi një impuls tjetër jetës shqiptare, sepse edhe këtu sa kohë që nuk ka tranzicion, rotacion, sigurisht krijon probleme, qoftë te qeverisja, edhe qoftë edhe në hapat që duhet Shqipëria në Bashkimin e Familjes Evropiane. Turizmi sigurisht që është një sfidë e madhe për shoqërinë shqiptare, ka problematikat e veta, sepse sezoni i ri sigurisht ka veror, por edhe këtu sigurisht ka vend sepse mungon krau i liri, krau punës, kërkohen profesionistë, sepse Shqipëria vërtet ka pas një boom në turizëm, edhe është një ardhur e mirë për ekonominë shqiptare, por ka pak politika që ndihmojnë në këtë fushë, edhe sigurisht edhe mbështetje. Po, faleminderit Çerçis Loloçi për kontributin sot në emisionin Pa Kufi. Mehmet Ali. Ja, faleminderit ty, falenderojmë edhe kolegun Ernest Luma nga Radio Kosova, gjithashtu për kronikën nga Malizi, kolegen Albana Kurti-Zečević, kishte të ftuar Bekim Çova, falenderojmë edhe të ftuarin në Radio Tiranë, zotin Çerçis Loloçi, që vazhdimisht kontribon në Pa Kufi, falenderojmë edhe profesorin e sociologjisë Bajram Ramadani këtu në Shkup. Emisionin në Pa Kufi moderova unë Mehmet Ali Sufi nga studio e Radio Shkupit, deri javën tjetër mirëmbëjtje me një temë tjetër. Mirë dëgjofshim edhe nga Tirana. Mirë dëgjofshim.